Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në sheshin më të madh të Shqipërisë, në ditën e festës Partisë Socialiste. Unë do ta nis me djemt që kam këtu krah meje. Djemt të cilët dikur bën një këngë që e kujton gjithë fjeri. Një këngë popullore të njohur, të cilët e kthyen dhe e përshtatën për atë kohë kur gjithë rinia këndonte dhe kërcente me ta. Më pas, se gjithë shqiptarët, të cilët kishin një ëndër dhe nuk mund të qëndronin pa e prekur atë, largohen nga Shqipëria për të bërë jetën e tyre diku tjetër. Këta janë miqtë e mi, janë miqtë e mi të FreeMCs, të cilët jetojnë jashtë trojeve tona, por nuk kanë votuar kur deri më sot. Nuk kanë votuar kur deri më sot. FreeMC voton për Partinë Socialiste, ashtu siç do të votojë gjithë Shqipëria, ashtu siç do të votojë Fjeri, Mallakastra, Roskoveci, Patosi, Divjaka, Lushnja, ashtu siç do të votojë çdo shqiptar. Nuk ka më bukur kur mblidhemi të gjithë bashkë. Nuk ka më bukur kur krijojmë këtë energji, e cila shkon në themelet e Shqipërisë. Shkon në themelet e Shqipërisë për t'i forcuar ato dhe për t'a çuar këtë vend përpara si vetëm Edi Rama di. Po kërkojmë një mandat 4. Mandati 4 ndoshta duket si shumë për ata që hedhin çdo ditë baltë mbi ne. Po ky është mandati i shqiptarëve. Ky është mandati i cili do të përmbush një marrëveshje që Edi Rama ka nënshkruar me popullin shqiptar në 2013. Për ta çuar Shqipërinë një herë e mirë në Europë. Për t'i bërë shqiptarët antar të Bashkimit Evropian ashtu siç i takon. Shqiptarët që kanë lindur në mes të mesdheut, në zemër të Europës. Shqiptarët që janë më europian se kushdo tjetër. Dhe tashmë është koha që ata t'i bashkohen asaj tryeze, që është tryeza e tyre natyrale. Qarku i Fierit ka një objektiv: 10 mandate deputetësh për t'i ulur në sallën e parlamentit shqiptar. Por ama ne punojmë për më shumë. Siç më tha dhe shoku Gramoz sot në mëngjes, priten 11 mandate nga ne. Nëse ne do t'jemi të gjithë bashkë, nëse ne do t'jemi të gjithë shqiptarët për Shqipërinë, me Edi Ramën në krye, nuk ka asgjë që na ndal. Faleminderit gjithëve!